Atëherë përshëndetje nga ne. Përshëndetje. Sot jemi orën 35:36, domethënë ditën e fundit e kemi me kandidatën. Dhe sot e kemi orën se ku duam ne të aftësohemi. Ne kemi përzgjedh shkurt vendbanimi, edhe tash do shkojmë direkt në poligon që të ushtrojmë pak më shumë për provimin në poligon. Atëherë, le të vazhdojmë. Me thënë kemi këtu darjollin e mbyllët, edhe kyçemi sa më ngadalë. Do me thënë shkurt një pjesë të orës e kalum në vendbani, derisa të arrim poligon. Tash vazhdojmë procesin në poligon, të i rifreskojmë ushtrimet në poligon. Për arsye se ditën e fundit e kemi ku duam të aftësojmë kandidatin. Ne kemi nevojë për në poligon. Direkt kyçemi të ushtrimi parë. A i mbajmë me të ushtrimet në poligon? Po. Po? Me thënë këtu duhet t'i dim pikat e provimit, pikat kryesore. Edhe, me thënë i rifreskojmë, pastaj kur vinë momenti kyçemi në provim. Poligonin i kemi disa ushtrime, kemi ushtrimin e parë formën S, e kemi ushtrimin e dytë gjysmë rrethin, e kemi ushtrimin e tretë parkingin, dhe kemi ushtrimin e katërt, me thënë me frenin e dorës. Okej, dhe tash kandidatja do me thënë nga se e ka ditën e fundit, me thënë e praktikon vetë ushtrimin, të shohim se sa e ka mbajt ment. Me thënë kjo është thjesht një rifreskim, para provimit do ketë përsëri ushtrime, mirë po nga se jemi ditën e fundit, duhet që kandidatja unë të zbres prej veture, kurse kandidatja ta praktikoj vetë ushtrimin dhe ta shoh se ku i ka gabimet. Deri tash është mirë. Mirë po tash nuk i kujtohet ta ktheje kthesën majtas.